akikën, do t'i dhash net e bereqet. Na e kemi obligim ju përgjigj thirrjes besimtarëve për na thirrjen për ngosti. Është njëra prej obligimeve që ka muslimani ndaj Allahut, sikur se kanë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur të thret ngosti ti përgjigjesh atij. Po kjo ngosti elhamdulillah është ngosti e gëzimit. E një shtu me një pambes. Mbes Allah i madhëshëm ata që kanë lindje për të hejrit inshallah taala. E ty e familjen tonë, e vllatë to, e nipat e mbesat, u jep shëndete, bereqete, dinë, iman, e i rrit me prindër inshallah taala. Realisht akika pse therrët, ulemat e kanë quajt demu shukr, gjak i falënderimit. Që na e falenderojmë Allahun për këtë dhunti të madhe që na e ka dhënë. Se vladi është dhunti. Njeriu mund mu martu edhe me pas fëmijë, mundet mu martu edhe me met pa fëmijë. Sikur se kemi raste, nuk janë shumë të fal, elhamdulillah, po janë raste që 10 vjet, 15 vjet martesë, 20 vjet martesë nuk ka fëmijë. Pse? Sepse Allah i madhëshëm Kur'ani ka treguar shumë qartë يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. Kujton Allahu i jep djem, kujton Allahu i jep vajza, kujton Allahu i jep djem dhe vajza dhe kanë don edhe pa fëmijë. E termi yehabu hibe në gjuhën arabe përkthehet edhe ka kuptimin e dhuratës. Për me kuptuar se evladi nuk vjen me automatikisht me martesë. Për momenti që Allah don me gëzu me dhurat, të jep një evlat. Edhe e ka mesazhin e dytë që dhuratën duhet me çmu edhe me kujdes për të. Edhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka caktuar disa obligime prindërve ndaj fëmijëve të vet. Këto obligimeve ka akikën, domethënë se ka thënë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullu mawludun marhunun bi aqiqatihi, çdo i lindur fëmijë është peng i akikës së vet. Edhe andaj të ulemat, do thot, ka ulemat që kanë thënë që është vajib, obligim me thirr akikën, ka ulemat që kanë thënë që është sunet i fortë, ama gjithë e kanë përmendë domethënë se akika është vepër që duhet me kry prindi për fëmijën e vet, sepse e le fëmin peng për akikën e tij. Mirë po, përveç kësaj, prindi e ka obligim mi dhon emën të mirë e vladit, mja qef flokët, domethënë ditën e 7, kur të emërtoje me libust, me hurm të përtipun, edhe ajo që është më e madhe se kjo është mi dhon edukat mirë. Edukata jepen dy forma, e para me mësim, e dyta me model. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot allimu auladakum as-salah wa hum abna sab'a. Mësojani fëmijëve namazin kur kanë 7 vjet. Mësoni, ka falit, çdo mirë ta abdes, kështu fal namazin, namazi është obligim. Por edhe modeli, fëmija për shembull sikur se kena pa na për shtëpia tona, fëmija 2 vjet, 3 vjet kur e shef babën tu fal, nanën tu fal, e vet lidhet me të. A ka abdes, a s'ka abdes, kështu po Allahu akbar, Allahu akbar. Unë janë dy sene, edhe me mësim, edhe me model. Përndryshe, momenti që prindi nuk e jep edukatën e mirëfillt të fëmijës vet, edhe si këshill, edhe si model, ditën e Kiametit çat fëmijë që ti e gëzu për të, ka më barë për ty. E përmenë Allah i madhëshëm Kur'an, kur nisën besimtarët, mi kalu ato stacionet e llogarisë në ahiret, një prej stacioneve qonë e vlat edhe thënë waqifuhum, nalni prindët tonë, innahum mas'ulun, le të japin llogari për neve. Pse se s'na kanë dhënë edukatën e mirë, as na kanë dhënë modelin e mirë. As na kanë mësuar obligimin, as nuk na kanë qortu kur na nuk kemi kryer obligimin tonë. E sot na digjemi e ai me shpëtu nuk ka. Nale për me dhënë llogari për ne. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Secili ju është çoban dhe ka me dhënë llogari për tufën e tij. Prindi, baba është çoban shtëpinë e tij dhe ka me dhënë llogari për familjen e tij. Edhe nana është çobanë shtëpinë e burrit saj, ka me dhënë llogari për fëmijët e vet. Që prindërit, baba edhe nana, kanë me dhënë llogari për edukimin e fëmijëve vet, pra që kanë investuar, pra që kanë mirë.
Andaj, Allah I madhëshëm thanë Kur'an, ja ju ledhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kjo besimtar, ruane vetën dhe familjen tuaj nga zjarri I xhenemit. Po ti ke përgjegjësi për ty, po edhe për atë evlat që ka gëzuar Allahu xhallahu. Realisht, edukimi I evladit është prej mënyrave më të lehta për me fitu shpërblime më të mëdha. Pse? Se çdo shkollë që t'ja mëson evladit mirave, çdo herë që ai ka me përdor, ti ke me vjell sevapin në asaj vepre. Për shembull, kush ja mëson evladit vet surën Elhamdulillahi Rabbil Alamin, surën Fatiha, ose Ikhlasin, kul huwallahu ahad. Çdo herë që ai fëmijë ka me lexuar Elhamdulillahi namaz apo ka me lexuar kul huwallahi namaz, sevapet I merr ti. Andaj ulemat kanë thonë, shartet e Islamit edhe të imanit, shahadetin edhe surat kryesore të Kuranit, prindi vetë le të mësojë fëmijës vet, jo hoxha, jo mësuesi. Vetë prindit jam mësoj. Pse? Gjërat që mas shumë ti kam I përdor fëmija në jetën e vet, në aspektin fetar, du t'ja mësoj baba dhe nona që ta morë sevapin e tij. Normalisht edhe kur e çon ti te hoxha e merr sevapin që ki te hoxha. Që I te hoxha, mirë, po kur t'ja mësosh ti elhamdulillah, t'ja mësosh ti vet kul vallahin, atëherë merr sevapin çdo herë që e përdor. Edhe normalisht pastaj ti si prind fiton nga ibadeti që e bën ai, edhe duaja që e bën ai për ty, sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ditën e llogarisë kur Allah I madhëshëm I çet njerëzit para veprave të veta, I thot besimtar, ja Rab, që këto që mi tregove I di se janë më të mia, po këto do tjera që janë këtu, s'po e kuptoj pika janë. Thot bi istighfari walidika lah, për shkak të istighfarit që ka bëu vladi jot për ty, na ti kena shtu këto të mira ty. E sot fatmirësisht ne si musliman edhe martohemi, edhe shtohemi, edhe kemi rini, e Zotin ardhmëria I takon atij popullit që ka rini. Sidomos nëse ai rini është edukuar me mirë, e ka frikë Allahun, e udhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e din halalin, e din haramin, edhe pastaj shkollohet, arsimohet, edhe edukohet, edhe ka merak punën. Atëherë normalisht ai njeri ka më qenë I dobishëm kudo që shkon, ndesh është me familje afër, ndesh është larg, kudo që shkon, ka me rrit dinën e vet, ka me e dëshmu vlerën e vet, dhe ka me qenë dobishëm për ka do qofsh që jeton aty në atë vend. Allah e boft hajrit këtë mbes, I dha shëndet e bereqet, ju Allah shpërblev që e vendosët këtë akikat të mbes tënde, me nda me neve, që na kiftu në këtë drejk të akikës. Allah shpërblen edhe ty, t'jep shëndet, e imër gjatë, e punë të mira, e të gëzon me këta evlat që ki edhe këtë lipa mbesa sa t'je gjallë, inshallah. Tala e pas vdekjes tonë gjithashtu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.